Bisedosha me njën aty, ishte roja, tha, i tha, mu tha, më mëse, këmë paguajnë rritë nga ora 3 deri në orën 6 mëngjes, i bi 2 orash, 400.000 lek, 400.000 lek. Pensioni, qa pensioni ke 400 euro më bu? Ku e ke pensioni 400 euro? Ku? Sa lek e merrni pensionin? 200.000 lek. Për mendimin tim, shteti sët për sët është Edi Rama. Ajo është të pa në randil. Edi Rama, dhe me rregullo popullin, dhe me shoh popullin para, të rregulloj pensionet. Kush shef ëndra? Inteligjenca. Jo, më por nuk shef ëndra inteligjenca. Të rregulloj rrogat e njerëzve, punë të hapes, punë s'ka fare, punë nuk ka. Të pa në randil, bro. Shkon këni privat, privati nuk pagun me se 400 euro, 400.000 lek vjetra. Diella. Kuptoj, diella. Ministre mere me inteligjencë artificiale e miruar nga qeveria. As mor burr, sa për ne, sa është për ne ajo burr. Pse? Ja, mas mor burr. Ajo ç'është thotë Edi Rama dhe bëj, pse kujdes se ajo ku ka rritë me bogat. A ke për atë parë që hinë në Shqipëri ajo. Edhe në Europë. Edhe në Europë. Në Europë. Për atë parë që nuk ma mushmenën. Kur tregon që ne kemi avancim. Jemi përpara, jemi gati për... Pas bani shteti vetë, që të bëj avancim ajo, ku të shkoj, do të bëj vetë shteti, kryeministri do të bëj avancim përpara, për popullin. Ja, përsa ajo nuk është njëri që të flasë, bëj, si ku fërë limon e ti. Nuk o njëri ajo, që të jetë njëri hajtë, mëse me më shmenë se o njëri dhe fërë ajo është, për mendimin tim, këtë shatë mund të thotë Edi Rama mund të bëj ajo. Pse mendon se ka bërë këtë qeveria, pra emërimin e një ministre me inteligjencë artificiale? A nuk janë të hafë shqiptarët që ta menaxhojnë me një person fizik? Mos, nuk ka mundësi e i punë. S'ka mundësi, për mendimin tim jo, mos ma mush menen. Unë nuk ma mush menen. Kur s'bën njerëzit që i kanë trumë, kanë men, dhe bëj ajo. Njeriu, çdo gjë e bën mi fjalë. Ajo është me shkrim. Që është i shkruar, që mund ta përkthej, mund ta pas është për të shohur përpara Shqipërinë. Përpara Shqipërinë është kryeministri. Dhe është kryeministri më shoh përpara ministrit se është. Po sigurisht dhe kryeministri të ishte me inteligjencë artificiale. Ja, pas kryeministri s'është inteligjencë, ka si në me popullit, ka me të rrugave, as pensionet jo, si kanë ngrenë, as vene pune jo, vene të punës janë skandal. Një shtëpi e ke me qira 600 euro, rroga maksimale është 400 euro. Llogaritë ku ka shku puna. Një shtëpi me qira është 600 euro, rrogat 400, pëmla për privatin. Po dhe shteti ka që ka, nuk i ka rrit fare. Pensionistët janë për i brejtë zotit. Na mund më qafë marë burë. Na mund më qafë. Tirana mos ketë ujë, Tirana s'ka ujë. Shifë në televizor, bovilla plot. Qarë bëjnë? Blokën bovillën, shqitët ujë. Për në përshes pa bjem ujë marë burë. Edhe më në televizorin në gjevon, bovilla më plot me ujë. Ku shkon, ku më në gjohat? S'ka kontrol. Nuk ka shtet. Sa po të vi diella, ose në një diell tjetër, që ta bëjnë dhe ujë me kështu, me menaxhim me inteligjencë artificiale, besoj se do jetë më ndryshe, sepse këto me inteligjencë artificiale i kuptojnë shumë shpejt ku bëhen dallavere. Ore, unë kam marrë shkollën në rrymet e ulët, kam marrë për teknik telekom, di ku punon e 4 vjet në fakultet për Shkopi që u hap ajo Aleksandër Mërsiu, mu nuk më shë menja, po se nuk qenë njerëzit që ta shojnë përpara popullin. Ajo vepron qartë i thot kryeministri orë zotni. Se ju nuk e shikoni si emancipim këtë gjë? Jo. Asnjë. Eci përpara, kapje me eci me kohën. Po më thuaj mu shatë hece përpara. Edhe martesa do i bëjmë online. Ku e dinë që çfarë ka populli dhe çfarë ka bën Shqipëria, çfarë ka bën. Ai është ti thonë të bëj. Çfarë ti thonë të bëj? Pra ti mendon se me këtë ata do heqin përgjegjësitë personale për tendrat dhe gjëra? Unë ngjova kryeministrin që tha në parlament do jemi ne ato që ti themi kësaj, kjo që unë ngjova shumë mirë. Pse bën këtë? Nuk ka mundësi shqiptarët që ta menaxhojnë vetë. Po do të jetë shteti më burr. Po pra shteti, nuk ka njerëz fizik që ta bëjnë këtë që të ecë përpara. Shteti do të jetë që të ecë përpara. Një ndër ligjet e tjera që këta do miratojnë është edhe gjinia. Çfarë ndjen shqiptarët përveç femër dhe mashkull? Çfarë gjinie më? Ai për diellën që thotë të ketë fëmijë, ja fut kot. I shko, më s'ka s'bate e punë. Gjeni mos atë jam pralla. Atë jam pralla or burr.
janë prallë, me kalu kohë, me tërheq vëmendjen popullit e janë, jo, nuk bëhet e punë. Inshallah, një raft menja kryeministit ta shojë popullin para, të gren pensionet, të rrisë rrogat, ajo është. Zoti për popullin, për Shqipërinë, Sa mund ta ketë rrogën diella? Djela sa është njeri i mërbur. Ku i shon lekët e jetë? Ka një staf që e menaxhon. Stafin e menaxhimin e bën shteti, nuk e bën ajo. Sa ta vendosë Edi Rama është Edhe diçka tjetër. Ministri e Brendshme shkarkoi zëvendës ministrin sepse po pinte cigare në një ambient të mbyllur. Po kush e autorizoi? Ka autorizuar një ato, ja ka drejtuar njënin. Ka ardhur ajo. Jo pse po ka ardhur, por ja ka autorizuar dikush tjetër. Nuk ka pa ajo, ku pa ajo? Ajo shiti si një reformë të re të hekur që çdo kush i neve do na informoj që nëpër Po e firmim pra, e kanë firmuar. Nëpër lokale pije cigare brenda. Dakor, e ka e firmuar dhe ajo e heq direkt. Ato e diun, e firmojnë, po e firmojnë njerëzit, jo djella, se djella nuk shef gjë, e firmojnë njerëzit shkruajnë, atëra e mund ta heqë se s'bën, nuk diskutohet. Por për mendimin tim, shteti sot për sot është Edi Rama. Edi Rama dhe me rregulloj popullin, dhe me shoh popullin para, të rregulloj pensionet, të rregulloj rrogat e njerëzve, punë të hapes, punë s'ka fare, punë nuk ka. Shkon këni privat, privati nuk pagun me se 400 euro, 400.000 lekë vjetra. Trisht. Shko më 800 euro. Shpejt viti tjetër do shkoj 800 euro rrogë. Unë bisedosha me njën aty, ishte roja, tha, mu tha më mëse kem paguajnë rritë nga ora 3 deri në orën 6 mëngjesit, i bi 2 eurosh, 400.000 lekë, 400.000 lekë. Kush, pensioni, çfarë pensioni ke 400 euro më burr? Ku e ke pensionin 400 euro? Ku? Sa lekë merrni pensionin? S'ka pension 400 euro. 200.000 lekë vjetra. 500 euro. Po, mami. 100.000 lekë. Po. Çfarë mendimi keni për këtë inteligjencën artificiale? Inteligjenca artificiale është për hava. Po, nuk dim gjëm ta se çka ka me bon. Ajo është të pa në randill. Ku shef ëndra? Inteligjenca. Jo, më por nuk shef ëndra inteligjencë. Të pa në randill, bro. Ku? Shef ëndra inteligjencë artificiale? Po, shefandra, bashkë me qeverinë. Cila është ëndra më e bukur që ka parë qeveria me këtë reformimin e Rama 4? Ku televizorin i unë? Edi Rama për cilënia, grej rrogat, grej pensionet, hap vene pune, menaxho ujtin, kontrollo, atëherë jemi në rregull. Rrogat duhet grehen, pensionet se i mor popullin qafa gjina. Nësë kemi mundësi me morë 1 kilo domate, shkoj shumica. Porositë online, porositë nga telefoni 1 kilo domate dhe të vinë të shtëpia. Ja, nuk ka asnjë. Ja pra duke sjell risi të reja, duke sjell inteligjencën artificiale. Ai thot për 2 vjet deri në 2030 thot do të më hinë në Europë. Po ku të pranon Europa? Pse do të furnizoj, do të ngrej rrogat Europa? Europa ti do statin e nivelit jetesës, edhe pastaj pranon, ndryshe pranon. Apo të bëjë si në Greqia, se rejtë të lip 20 vjet e futin në Europë e mbet të pagu për ta. Nuk të pagun kush të jep rrogën të pa punu, pa shumë. Do të kesh nivelin e jetesë në radhë parë, minimum jetik, do të kesh kushtet që të futesh në Europë. Jo. Këtë përbën për shumë rrogat i ka rritur. Pra thotë që rroga mesatare, vitin e ardhshëm do shkojë 800.000. Për parlamentin i ka rrit, ato janë e dijon ata. I ka rrit tamam. Pra i ka rrit rrogat e parlamentit në mënyrë që ata mos vjedhin. Të kenë lek në xhep mos vjedhin. Jo, të mos vjedhin, mos të lej me vjedh, ti fusin burg në rase vjedhin. Po jo mos vjedhin se ti grej rrogën. Let ma grej mu si pensionist e mos vjedh. Se a niveli jetesës krahasot me pensionist, të marri 4 milion lek një person, edhe në parlament e kryetari qeverisë, edhe pensioni 200.000 lekë. Ja pra që këta mos vjedhin, ai ka sjell diellën me inteligjencë artificiale që ti kapi të gjithë. Ajo ka për ta shpëtohu këtë punë, pa marak. E sigurt. Ajo e sigurt është se ka pa ta rregullue pa marak. Po çfarë mendimi keni për martesat online? Martesa online është falsa, ajo kot më kot. Martesa online janë një lloj si dalësh në rrogat e ti. A na bën mirë ne si shoqëri kjo martesa online? Ja.
nuk na bën mirë. Pse? Ne, sepse ne jemi të martu tamam, edhe janë të nda pa bo një muj, jo online. Online një kohë dija se çfarë karakteri, çfarë race, çfarë është atë. Mja fut kota? S'është logjike për mua. Ose ai që e bën. Midis të tjera, përveç se martesë online, ta po kaloj një ligj tjetër tani për prindi 1, prindi 2. Pse po heqin këtë barrën e nën bab? Dhe ta bëjmë prindi 1, prindi 2. Është për të ndarë përgjegjësi, domethënë se ata po ndahen tash prindi 1 e prindi 2, domethënë se që do të ketë përgjegjësi për fëmin, edhe baba edhe nana. Kështu që ajo është në rregull, sepse njëri do ta mojë atë fëmijë. Mirë, po ta bëj pyetje ndryshe. Çfarë ndihen shqiptar përveç se mashkull dhe femër? S'ka një diferencë e punë, mashkull e femër janë një lloj, nuk është sepse ka një diferencë të madhe.